Përshëndetje. Të jetosh me një person që vuan nga çrregullimi bipolar nuk është e thjeshtë. Në fillim duket si një ndryshim i karakterit, sot shumë energjik, nesër i mbyllur dhe i lodhur nga jeta. Me kalimin e kohës, kupton se nuk bet fjalë thjesht për humor të keq, apo për temperament të vështirë. Bet fjalë për një çrregullim që prek ritmin e emocioneve, mënyrën e të menduarit dhe të sjelljes. Problemi është se kjo sëmundje nuk prek vetëm personin që e ka, ajo prek gjithë familjen. Një bipolar në shtëpi është pak si të jetosh në një mot që ndryshon brenda ditës. Në mëngjes është diell, në drekë stuhi, në darkë mjergull. Dhe familjarët shpesh nuk dinë si të reagojnë. Disa përpiqen ta bindin me logjik, të tjerë nervozohen, disa dorëzohen dhe thonë, "Ky kështu është." Në realitet, asnjë nga këto nuk ndihmon shumë. Ajo që ndihmon është të kuptosh disa gjëra bazë për mënyrën si funksionon kjo gjendje dhe si duhet të sillemi me të. E para, mos e merrni gjithçka personale. Një nga gabimet më të zakonshme të familjarëve është ta marrin këtë reagim personalisht. Kur personi bipolar është në fazën maniakale, mund të bëhet arrogant, impulsiv, madje dhe agresiv me fjalë. Mund të flasë pa menduar, të ofendojë ose të marrë vendime të çuditshme. Në fazën depresive ndodhe kundërta. Tërhiqet, mbyllet, nuk flet me askënd dhe duket sikur nuk ka interes për asgjë. Familjarët shpesh pyesin pse sillet kështu me mua. Përgjigjja është e thjeshtë. Shpesh nuk ka lidhje me ju. Kur një person është në një episod maniakal ose depresiv, ai nuk është duke reaguar ndaj jush. Ai është duke reaguar ndaj gjendjes së vet neuropsikologjike. Ta marrë çdo fjalë si sulm personal, vetëm sa e shton tensionin në shtëpi. E dyta, informoni seriozisht për sëmundjen. Shumë familje bën një gabim klasik. Jetojnë me një bipolar për vite të tëra dhe nuk lexojnë asgjë për këtë çrregullim. Në vend që të kuptojnë mekanizmat e sëmundjes, përpiqen ta interpretojnë çdo sjellje me logjik morale. Është dembel, është egoist, po na turpron. Në fakt, bipolariteti lidhet me ndryshime reale në funksionimin e trurit, në ritmet e gjumit, në neurotransmetues dhe në kontrollin e impulsit. Sa më shumë e kupton këtë, aq më pak e sheh personin si armik dhe më shumë si dikë që po përballet me një problem serioz. Informimi nuk e shëron sëmundjen, por të ndihmon të mos reagosh në mënyrë të gabuar. E treta, mos e ushqeni fazën maniakale. Kur personi bipolar futet në fazën maniakale, shpesh duket fantastik. Ka energji, ide, plane, besim të madh në vetvete. Disa familjarë madje shijojnë këtë fazë sepse personi duket produktiv dhe optimist. Por mania është mashtruese. Në këtë fazë njerëzit mund të marrin vendime të rrezikshme, të shpenzojnë para pa kontroll, të hyjnë në konflikte, të ndërmarrin projekte të pamundura ose të flenë shumë pak. Dhe sa më shumë e ushqen këtë entuziazëm artificial, aq më fort bëhet rënja që vjen më pas. Familjarët duhet të mbajnë një qëndrim të qetë dhe realist, jo kritik të ashpër, por as tifoz të manisë. E katërta, rëndësia e rutinës. Një nga faktorët që stabilizon më shumë njerëzit me bipolaritet është rutina. Gjumi i rregullt, oraret e qëndrueshme, ushqimi i balancuar dhe aktiviteti fizik ndihmojnë shumë në stabilizimin e humorit. Problemi është se gjatë fazave maniakale, njerëzit priren të prishin këtë ritëm, flen pak, dalin shumë, punojnë pa pushim. Familjarët mund të ndihmojnë duke mbajtur një strukturë në jetën e përditshme. Nuk është një zgjidhje magjike, por është një faktor stabilizues i rëndësishëm. E pesta, mos u bëni policë të përhershëm. Disa familje reagojnë duke kontrolluar çdo gjë, telefonin, shpenzimet, daljet, vendimet. Qëllimi është i mirë, por rezultati është shpesh katastrofik. Personi bipolar fillon të ndihet i survejuar dhe i trajtuar si fëmijë. Kjo krijon
konflikt dhe rebelim. Është e rëndësishme të vendosen kufi të qartë, por pa e shndruar marrëdhënien në një regjim policor. Respekti për autonominë e personit mbetet i rëndësishëm dhe kur ai ka një çrregullim. E gjashta, trajtimi profesional nuk është opsion. Është domosdoshmëri. Një pjesë e familjeve përpiqen ta zgjidhin problemin vetëm brenda shtëpisë. Flasin, kontrollojnë, qortojnë, presin që gjendja të kalojë vetë. Kjo zakonisht nuk funksionon. Çrregullimi bipolar është një nga gjendjet ku trajtimi profesional është thelbësor. Psikoterapia dhe medikamentet stabilizuese të humorit janë pjesë e trajtimit standard në të gjithë botën. Problemi është se shumë persona bipolar, sidomos në fazën maniakale, besojnë se nuk kanë asnjë problem. Këtu familja ka një rol të vështirë. Të inkurajoj trajtimin pa e bërë personin të ndihet i sulmuar. E shtata, kujdes edhe për veten tuaj. Një aspekt që shpesh harrohet është lodhja emocionale e familjarëve. Të jetosh për vite me një person bipolar mund të jetë raskapitse. Pasiguritë, konfliktet, frika nga episodet e reja, të gjitha këto krijojnë stres kronik. Prandaj familjarët duhet të kujdesen edhe për shëndetin e tyre mendor. Ndonjëherë, kjo do të thotë të kërkosh këshillim psikologjik për veten, jo sepse je i dobët, por sepse situata është e vështirë. Nëse familjarët digjen emocionalisht, nuk mund të ndihmojnë askënd. E teta, mos e reduktoni personin vetëm te sëmundja. Një gabim tjetër i zakonshëm është që familja fillon ta shohë personin vetëm përmes diagnozës. Çdo reagim i interpretohet si simptom, çdo vendim shihet si dyshim. Gradualisht, personi nuk shihet më si individ me karakter, dëshira dhe aftësi, por si bipolari i shtëpisë. Kjo është e padrejtë dhe shpesh shkatruese për vetëvlerësimin e tij. Një person me bipolaritet është shumë më tepër se diagnoza e tij. Ai ka talente, emocione, inteligjencë dhe histori personale. Sëmundja është vetëm një pjesë e jetës së tij, jo identiteti i tij i plot. E nënta, durimi është një maraton, jo një sprint. Familjarët shpesh kërkojnë një zgjidhje të shpejtë, disa muaj trajtim dhe gjithçka të rregullohet. Realiteti është më kompleks. Bipolariteti zakonisht është një gjendje afatgjatë. Mund të ketë periudha stabiliteti, shumë të mira, por mund të ketë edhe rikthime. Kjo kërkon durim, fleksibilitet dhe bashkëpunim mes familjes dhe profesionistëve të shëndetit mendor. Nuk është një luftë që fitohet brenda natës. E dhjeta, mos e humni shpresën. Me gjithë vështirësitë, shumë njerëz me bipolaritet arrin të ndërtojnë jetë funksionale, të punojnë, të krijojnë familje dhe të kenë marrëdhënie të qëndrueshme. Çelësi është kombinimi i trajtimit të duhur, mbështetjes familjare dhe vetdijes së personit për gjendjen e tij. Familja nuk mund ta shërojë sëmundjen, por mund të krijojë një ambient që e bën jetën më të qëndrueshme edhe më njerëzore. Dhe ndonjëherë, në situata të tilla, kjo është ndihma më e madhe që mund t'i jepet dikujt. Miq, këtë do të thosha në këtë video, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që unë e therr pas here. Dhe deri në videon tjetër. Miru takofshi.